Një vit pas ngritjes së strukturës antikorrupsion tek Prokuroria e Krimeve të Rënda e me gjithë deklaratat e herpasershme të prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla se në vjesht do të ketë arrestime surprizë, prokuroria vion të shënoi rekorde të papërfillshme për zyrtar që pritej të merreshin si të pandehur mbi çështje korrupsioni. Edhe pse në shtator numri 1 i organit të akuzës kreu lëvizjen e radhës duke tentuar ta kthejë këtë institucion ashtu siç u besua se do të funksiononte pas ndryshimeve në ligj, për hetimin e gjykimin e korrupsionit tek kjo prokurori, duke emëruar 4 prokuror shtesë në këtë strukturë, firma e tij është kundërshtuar nga kreu i shtetit Bujar Nishani. Bëhet fjalë për emërimin në krye të kësaj njësie në muajin shtator të 4 prokurorëve, Armand Gurakuqi, Anisa Qilimi, Enkeli Daminollai dhe shefi që do t'i drejtojë ata, prokurori Ndritan Reshka. Por me përjashtim të prokurorit Gentian Osmani që u transferua nga Prokuroria e Elbasanit te Krimet e Rënda, 4 të tjerët u votuan nga Këshilli i Prokurorisë e më pas u emëruan nga prokurori i përgjithshëm në strukturën që vijon të jetë e brisht, pavarësisht pritshmërive. Por me sa po shikohet kjo lëvizje e prokurorit të përgjithshëm Llalla, nuk është konsideruar e duhura nga presidenti, pasi të 4 emërimet nuk janë dekretuar prej tij. Argumenti që rrezon prokurorin e përgjithshëm që me sa duket shfaq një marrëdhënie jo të mirë mes Llallës dhe Nishanit, thuhet në rrugë zyrtare të jetë mos ndjekja e të gjitha kritereve për këto emërime. Kjo pasi për 4 prokurorët së pari duhej kryer shpallja e vendeve vakante te Krimet e Rënda, e mëtej ata duhet i nënshtroheshin konkursit. Me gjithë refuzimin e presidentit Nishani për t'i dekretuar, prokurori i përgjithshëm ka zgjedhur që t'i qëndrojë firmës së tij, duke i lënë ata tashmë si të komanduar në këtë detyrë. Çka do të thotë se aktualisht në Prokurorinë e Krimeve të Rënda janë me pëlqim vetëm prokurori Gentian Osmani dhe prokurori amerikan që po asiston Shqipërinë Gjon Junçaj. Edhe pse është bërë një vit që ka kaluar ligji që jep kompetenca të plota prokurorisë së Krimeve të Rënda për dosjet e korrupsionit, deri më tani Prokuroria e Krimeve të Rënda ka marrë vetëm 2 vendime fajësie, që janë 5 vjet burgim nga gjykimi i shkurtuar i ish kryekomunarit të Bëshgjitës Genci Drita dhe 3 vjet të konvertuar në shërbim prove për ish gjyqtarin në Pogradesit Dimitër Pojanaku. Ndërkohë janë ende në gjykim gjyqtarja e Lezhës Parashevia Ademi, për të cilën prokuroria kërkon 6 vjet burg, kurse për gjyqtarin e Sarandës Rasim Dota, gjykata është në pritje të dëgjimit të dëshmitarëve.